Jam e Kuran Zeneli, mësues prej vitit 1979. Karriera ime si mësues ka filluar në Poroçan më 16 gusht të vitit 1979 dhe deri më sot kam kaluar disa shkolla, të cilat janë mbas Poroçanit, është Bledza, është Harunasi, është Brsniku, është Gramfshati, është Tërvoli, është Gjergjovina dhe më së fundi prej 2013 jam këtu mësues në shkollën 18 gushti i Shëmërisë. Shkollës 18 gushti i Shëmërisë i uroj dhe 180, jo për 80 vjetorin, por dhe me qindra vite të festojnë dhe të kujtojnë, sepse arsimi dhe mësuesia është pjesa më e lumtur e njeriut që i shërben këtij komuniteti, këtyre fëmijëve, këtyre njerëzve që nesër të bëhen dikush. Kënaqësi e veçantë është sepse mbas gjithë këtyre ose këtij kalvarit të gjatë që kam kaluar prej 46 vjetësh, ndjej kënaqësinë më të madhe sepse jam munduar me shpirt dhe me zemër për të dhënë atë që u takonte këtyre fëmijëve, këtyre njerëzve dhe këtyre prindërve. Por është dhe një gjë më e mirë sepse edhe unë kam mësuar nga ata fëmijët vegjël, nga ata nxënës dhe nga ata prindër. Dhe nuk kam qenë vetëm mësim nxënës, po dhe mësim nxënës kam mësuar dhe unë nga këta. I uroj shkollës 18 gushti i Shëmërisë festofshin, u gëzofshin me të mirën e kësaj pjese që duam ne si njerëz në këtë botë, që të jemi njerëz dhe të jetojmë me ditori, me mësim, me arsim dhe me mençuri. Falenderoj gjithë pjesëmarrësit për këtë tërë editor të shkollës Shëmërisë. Paçi një jetë gjatë, shëndet dhe të mirat në këtë botë për jetën e tyre, për jetën tonë dhe për të mirën e Shqipërisë. Ju falenderit. Unë kam kalu nga Gjergjovina, sepse ishte një vend të japur për mësues dhe kam ardhur këtu në Shëmërisë. E kam pritur me kënaqësi më të madhe për të dhënë dhe unë kontributin tim për të edukuar, mësuar dhe kënaqur këtë brez që unë kam kaluar. A të bie keq që tani po dele në pension apo? Është kënaqësi që kam punuar dhe kaq vite. Keq më vjen sepse shkputem nga ata fëmijë, nga këto, kurse për veten time unë kam plotësuar atë ciklin e pjesës së mësuesisë. Për ata më vjen keq dhe nuk do të më mungojnë asnjëherë, sepse do jenë gjithmonë në veten time, në shpirtin tim, këta fëmijë që unë kam mësuar dhe edukuar me ato mundësi siç kam pasur unë vetë, pavarësisht kurseve se si kanë rrjedhur. Por jam shumë i kënaqur dhe më vjen keq që largohem nga ata. Faleminderit.